Me pastrim të vendeve të turpshme, nënkuptojmë menjanimin e qimeve nga pjesët intime të trupit, dhe është e lejuar të përdoret çfarë do forme, vetëm që të arrihet qëllimi dhe mos të jetë dëmshme për trupin. Prandaj lejohet shkulja, prerja, ruajtja ose ndonjë formë tjetër. Me bërjen synet është për qëllim prerja e lafshës që mbulon organin e mashkullit, për arsye se mbetja e saj bën që të mblidhen papastërti përreth organit dhe me atë të shkaktohen sëmundje të ndryshme. Me shkurtim të mustaqeve është për qëllim shkurtimi i tyre e jo ruajtja e tyre. Me shkulje të qimeve të sqetullave është për qëllim menjanimi i qimeve nga sqetullat dhe lejohet shkulja, ruajtja apo prerja e tyre. Me prerjen e thonjve është për qëllim prerja apo shkurtimi i tyre. Ajo që lehtësohet të mbetet është mjekra, ashtu siç ka ardhur në librat e Imam Buhariut dhe Muslimit. Allahu i mëshiroft. Se i dërguari Allahut alayhi salatu vesselam ka thënë: prisni apo shkurtoni mustaqet tuaja dhe lëshoni apo rrisni mjekrat tuaja, ndryshoni nga idhujtarët. Me një transmetim tjetër thuhet: shkurtoni mustaqet tuaja dhe lëshoni mjekrat tuaja, ndryshoni nga zjarrputistët. Dhe me një transmetim tjetër: kundërshtoni jo besimtarët, shkurtoni mustaqet dhe lëshoni mjekrat. Të gjitha transmetimet aludojnë se lëshimi i mjekrës është detyrim, kurse ruajtja e saj haram, ashtu siç është shkurtimi i mustaqeve detyrim dhe zgjatja e tyre haram. Mirë po shejtani u zbukuroi shumicës së njerëzve imitimin e jo besimtarëve në këtë vepër dhe kundërshtimin e traditës së të dërguarit të Allahut alayhi salatu vesselam.